tash flasim për herbicide, jo pesticide. Dorë mëngjes edhe mas dite. Perfide. Perfide. Cupës. Edhe ashesëm cupës. Okej, ja, nisë me folë. Hajtë, prezentarë të tani folë. Unë me folë për herbicida? Po dhe kështë në i menë. Qëfar quajmë herbicide? Herbicide quajmë disa elemente kimike të cilat i kontrollojnë barojat e këqija në përvendet ku ato nuk na dojnë. Realisht, emri baroj e keqe nuk ekziston termin biologjik, po në tardhme mujnë të thrasin si bara të pa dëshiruara. Këto nuk i këmë thonë në, thotë edhe profesor Arben Mehmeti gjatë stories, në që përsërita fjallë, është me të vërtet është një sfide madhe me i kontrolu barojat e këqija, sidomos në kulturat ndryshme, si për shembull mjedra, gjithkon shalqini, gruri, pa marrë parasysh, se cila është kultura bujqësore, është sfida, prej sfida më të mëdha është me i kontrollu barojat e këqija. Këtë temë po e ndërdhidhem edhe me Consult Engineering. Consult Engineering është një kompani e cila e këshillime bujqësore falas. Pra, për gjithë ju që keni nevojë me pas apo me marrë këshillime bujqësore, mundeni me i kontaktu këtë kompani nëpërmjet Facebookut apo emailës tëne, edhe mundeni me marrë këshilla bujqësore pa pagesë. Si bën këto organizime, si zhvillohen këshillat, e shohim gjatë storës në vazhdim. Bagti e bujqësi. Kësaj radhe jo vepër e shkruar nga Naimi, por aktivitet që në vendin tonë, po zgjerohet çdo ditë e më shumë. Disa ndihmojnë migrante apo subvencione, e të tjerët kanë zgjedhur një mënyrë tjetër ndihmese, këshillimin. Consult Engineering mirët me shërbime këshillimore, cila e është i shpërndarë ose i informon fermerët në këtë Kosovën. Sot jemi një këshillim zakonshëm, rastisht kemi qëlluar në Deçan. Në kuadër të projektit janë gjithsej 400 këshillime, cilat, domethënë, jemi në këtë Kosovën. Gjitha fushat e bujqësisë, duke përfshirë levartarin, blektorin, veterinarin, agroekonomin, term, mbrojtjen e bimëve, gjitha fushat e bujqësisë, domethënë, sa ka lidhje bujqësi, na i mbulojmë gjitha me këshillime, që janë të angazhuar edhe ekspert më eminent në Kosovë, domethënë profesor fakultetit të bujqësisë. Këto shërbime këshillimore janë falas për fermer, këto zhvillohen si në teren edhe në sallat mbyllura ose në pjesë teorike. Kësaj radhe, po flasim për bimët të cilat u bëjnë konkurrencë për ushqim bimëve që ne i kultivojmë, e që në popull quhen si baroja të këqija. Në aspektin, në termin biologjik, nuk ekziston termi bari keq. Po në fakt, dhe është më mirë ishte të quhen në termin bara të padëshiruara, për arsye se çdo lloj i bari i cili rritet në një kulturë caktuara është i padëshiruar. Nëse edhe rritet për shembull çepa në shalqin, atëherë konsiderohet si bari i padëshiruar. Për arsye se ato ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin e bimës kultivuar duke i marrur materiet ushqyese, duke i bërë konkurrencë për ujë, materie minerale, për dritë. Prandaj shumë është e rëndësishme që këto t'i kontrollojna me kohë për arsye se ndikojnë në uljen e rendimentit. Mbas të ulëmtimeve të fundit, në shumë vende që janë kry, humbjet nga barat e këqija në kulturat të ndryshme bujqësore sillen rreth 20 deri 30%. Nga analiza e llojeve të borave Sirzium arvense apo Ranunculus arvensis, e një listë e zgjerë tillë janë grabisqar të ushqimit të grurit në këtë rast, e që duhet t'i largojmë mendimin e herbicideve. Për të kontrolluar në mënyrë sa më të mirë barat e këqija, është shumë e rëndësishme me thonë që para zgjedhjes së herbicidit të bëjnë injizimin apo inventarizimin e llojeve të caktuara. Për shembull, sikur në rastin konkret ku jemi në këtë fushë migror, është shumë e rëndësishme që paraprakisht të shikojnë se cilat lloje të barave të këqija janë prezente dhe pastaj të zgjedhim herbicidin. Kjo është me rëndësi të veçantë. Janë disa arsye. Një ndër arsyet kryesore është se vegetacioni i barave të këqija ndryshon prej fushës në fushë, varësisht prej masave agroteknike që i aplikon fermeri, por gjithashtu edhe nga parakultura. Prandaj, në këtë rast, ne duhet të shikojmë se cilat janë ato baroja kryesore dominante dhe në bazë të spektrit veprimit të herbicidit të zgjedhim herbicidin adekuat. Prandaj unë ju rekomandoj në të ardhmen fermerëve dhe shitësve të pesticideve që të bashkëpunojnë më shumë dhe të bëjnë një incizim të llojeve të bara të këqija paraprakisht dhe pastaj të zgjedhin herbicidin, pasi kjo do të mundson edhe përdorimin më efikas, por njëkohësisht edhe do të eviton problemet që shpesh paraqiten mes
fermerëve dhe personave tjerë të cilët i japin këshilla. Por kujdes, për përdorimin e herbicideve duhet të përmbahemi disa rregullave, për ndryshe e dëmtojmë ambientin. Përgjithësi do me thonë, përdorimi i herbicideve që nëse bëhet në doza caktuara dhe në bazë të udhëzimeve të kompanive të cilat i prodhojnë, atëherë ato kanë pak efekte arsyesore. Por megjithatë, ne preferojmë që të respektohet doza e përdorimit, koha e përdorimit dhe njëkohësisht të zgjidhen ato herbicide të cilat janë të regjistruara në Bashkinë Evropiane dhe të cilat janë të testuara për aspektet toksikologjike. Vlera e këshillimeve të tilla do të vërehet në vitet në vazhdim, kur do të rritet rendimenti. Kulturat nuk do të jenë të ndotura nga elemente toksike. E gjithashtu, vlera e tyre në treg do të jetë më e madhe. Farmerët dihet që një pjesë janë edhe profilit caktuar, po shumica e tyre nuk janë profilit caktuar. Prandaj këto këshilla dhe këto sugjerime që po bëhen, si nga kompanitë, po ashtu edhe nga kompanitë që shesin materialet e pesticideve, po ashtu edhe nga Ministria nëpërmes këtij sektorit të këshillave që e kanë caktuar. Më duket që është më mirë se ardhën kjo punë se sa të japen parë kesh në dorë. Arsyet pse, se farmeri jonë ka nevojë shumë që ta ngulit në kokën e tij se si duhet përdoren pesticidet, masa e tyne, pastaj dozën në bazë që prodhuesit i cili e përcakton sa duhet të jetë doza që mos jetë toksik për bimën, po ashtu për tokën dhe mjedisin. Mjafton të keni vullnetin dhe dëshirën për punë, e për të panjohurat, ju do të informoheni gjatë trajnimeve të tilla.